16 tetor. Druaj dhe shpreso në xhelozinë e Perëndis. Sepse Zoti, emri i të cilit është xhelozi, është një Perëndi xheloz. Eksodi 34:14. Perëndia është pafundësisht xheloz për nderin e emrit të tij dhe reagon me një zemërim të tmerrshëm kundër të gjithë atyre zemrat e të cilëve duhet t'i përkasin atij, por që ndjekin gjëra të tjera, ashtu si një bashkëshorte që vrapon pas një të dashurit tjetër. Për shembull, tek Ezekieli 16:38-40, Zoti i thot Izraelit të pabes: do të gjykoj si gjykohen gratë që shkelin kurorën dhe ato që derdhin gjakun, dhe do të sjell mbi ty gjakun e tërbimit dhe të xhelozisë. Do të jap pastaj në duart e tyre dhe ata do të shembin kamaren tënde. Do të zhveshin gjithashtu nga rrobat e tua. Do të marrin xhevahiret e tua të mrekullueshme dhe do të lënë lakurisht e të zbuluar. Pastaj do të bëjnë të dalë kundër teje një turmë e madhe dhe do të vrasin me gur dhe do të shpojnë me shpatat e tyre. Ju përgjërohem që ta dëgjoni këtë paralajmërim. Xhelozia e Perëndis për dashurinë dhe për kushtimin tënd të pandar do të ketë gjithmonë fjalën e fundit. Çfarëdo që i josh dëshirat e tua larg Perëndis me një tërheqje mashtruese, do të kthehet për të lënë lakuriq dhe copë thërrime. Është e tmerrshme ta përdorësh jetën që të ka dhënë Perëndia për të kryer kurorshkelje kundër të gjithë pushtetshmit. Por ju që jeni bashkuar me të vërtet me Krishtin dhe që i mbani betimet tuaja për t'i braktisur gjithë të tjerët, për t'u kapur vetëm pas tij dhe për të jetuar për nderin e tij, për ju xhelozia e Perëndis është ngushëllim dhe shpresë e madhe. Me që Perëndia është pafundësisht xheloz për nderin e emrit të tij, çdo gjë dhe kushdo që e kërcënon të mirën e bashkëshortes së tij besnike, do të kundërshtohet nga gjithë fuqia hyjnore. Ky është lajm i mirë për bashkëshorten besnike, për popullin besnik të Perëndis. Xhelozia e Perëndis është kërcënim i madh për ata që sillen si grua e përdalë, që ja shesin zemrën e tyre botës dhe e trajtojnë Perëndin si brinar. Jakobi 4:3-4. Por xhelozia e tij është ngushëllimi i madh për ata që i ruajnë betimet e tyre të beslidhjes dhe bëhen të huaj e mërgimtar në botë.